Kam shku në për fabrika në zonën e Ferizajit, që është një zonë e jashtëzakonshme industriale, hynë brenda aty, dy inxhinjera, njëri nga Turqia, tjetri nga Kina. Shkon të Saldushi prej Pakistanit. Shkon të agjustatori prej Bangladeshit. Shkon të elektricisti prej Filipineve. Unë s'kam asgjë kundër. Kjo kallëzon që ekonomia jonë përrritet dhe nuk kemi mjaftueshëm fuqi punëtore sa kemi rritjet bizneseve. Qysh i ka ndodhur Gjermanisë, Austrisë dhe vendeve të Evropës perëndimore që kanë marrë shqiptar e të tjerë për ekonominë e tyre, në atë pikë sa më shumë që i afrohemi Bashkimit Evropian, po vime edhe na vetë, edhe neve po na vinë nga Azia e largët. Mirë pa ajo çka jemi na të interesuar është që edhe ata të cilët janë të papunë në Kosovë të punësohen që të gjithë. E këtu në veçanti hapësira e madhe për punësim është për gratë, sepse janë shumë jashtë të